Një ngjarje të stisur nga ish bashkëtuesja e tij e ka cilësuar në një deklaratë për median abuzimin e 5 vjeçares së mitur nga gjyshi i saj, babai i vajzës Ageliano Gjata. Jam i shokuar, thot 31 vjeçari banues në Peshtan, teksa tregon se që në moshën 6 muajshe e mitura Mariana është braktisur nga nëna e saj Ana, ndërsa me gjithë kushtet e vështira ekonomike ka pranuar kujdestarinë e vajzës duke u abesuar gjyshërve, pasi ai vet është detyruar të largohet shumë herë nga shtëpia për të siguruar të ardhura. Marrëdhënia e tyre gjyshmbes është e pazakontë, tregon Ageliano, pasi janë të pandarë me njëri tjetrin. Imat akuzohet për vepër të turpshme, është një shok shumë i rëndë, sepse unë të gjitha mund t'i prisja, por të kjo nuk e mendoja kur. Aq më tepër për këtë rast, sepse mos të them për deklarat, do më thënë që të mbrojt Imat, po mjafton të pyesni këtë donin në fshatin, do më thënë se si e kam mbajtur Imat vajzën time, që unë ja kam lënë në kujdestari, sepse vajzën unë e kam marrë prej 6 muajshe, që e jema e braktisi. Ka prej 2 vite gjysëm që kur unë qoj vajzën në kopësh, lidhjen më të madhe vajza ime e ka me Imat, se sa me nënën time. Edhe mua e di që jam babai, por afrimitetin që ajo ka me atë nuk ka shans që ta ketë as me mua dhe as me një njeri tjetër. Nëna e vajzës 2 ditë më parë ka dashur të takojë në Fier, tregon ai dhe e ka pyetur vajzën nëse e ngacmon gjyshi, dhe ajo ka thënë po. Ish zonja ma mori vajzën pa dini e çoi në Fier në hotel. Dhe në ato moment ajo ka bërë video skenime duke pyetur vajzën me skenime më të ndryshme edhe duke e sajuar që të ngacmon gjyshi edhe vajza përgjigjet po. Eoma, duke bërë akuzat të tilla të turpshme, kërkon të marrë kujdestarinë e vajzës, thot ai. Unë i them drejtësisë, hetojeni mirë këtë çështje, sepse jam 1000% i bindur që kjo është një skenim në mënyrë që ish zonja të më marri kujdestarinë e vajzës, edhe nëse ma merr kujdestarinë e vajzës, atëherë dihet që përfiton e vlera monetare. Të shokuar nga kjo ngjarje janë të gjithë banorët e fshatit Peshtan, të cilët thonë se nuk e njohin për njeri të tillë 55 vjeçarin. Unë ladin e njoh tjenë femini, vinë këtu tek mua, po thoj se 2 javë, 3 javët, kam dëgjuar këto 2 ditë që nuk e shoh që nuk po vinë këtu, kam dëgjuar 2 llafe që është brenda, nuk e di se si i ka hallet, po unë ladin e njoh për njeri të ndershëm, nuk e njoh për veset me ç'po dëgjojmë këto ditë, di edhe sot. Ndërkohë, 55 vjeçari Vladimir Gjata ndodhet në ambientet e komisariatit të policisë Fier në pritje të seancës gjyqësore ku do të dalë para togave të zeza.